والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Transmeton Imam Wakiu në librin e tij Az-Zuhd, se Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu ka thënë: "Inna an-nasa qad ahsanu al-qawl, faman wafaqa qawluhu fi'luhu fadhaka alladhi asaba haddahu, wa man la yuwafiq qawluhu fi'luhu fadhaka alladhi yuwabbihu nafsahu." Të gjithë njerëzit e kanë zbukuruar veten me fjalë të mira, ose janë zbukuruar me fjalë të mira. Por ai që fjala e tij është në përputhje me veprën e tij, ai është që ka marrë hisën e duhur që i takon. Ndërsa ai që fjala e tij nuk është në përputhje me vetveten e tij, ai në realitet e ka akuzuar veten e vet. Kjo fjalë është temë e njohur për juve, për arsye se nuk besoj që ka ndodhur ndaj këshill për këshillave ose për këtyre sahabive që i kemi marrë këshillat, përveç se është trajtuar në mesin e tyre kjo çështje. Çështja e përputhjes së veprës me dijen, e përputhjes së gjymtyrëve me fjalët. Për arsye se kjo ka qenë temë, çish më thonë, e pa të i kalueshme te shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Madje ka qenë shumë interesant vllazni. Domthon ka qenë tepër e ndjeshme te ta, kjo pikë. Sa që është bërë si më thonë, është bërë e njohur mesin e tyre dhe është trajtuar sikur që e pip na ujin domthon. Domthon çfarë shumë e kanë ngrit këtë meselë, çfarë shumë është diskutuar mesin e tyre, sa që është bërë një prej temave tope, një prej temave bosht në rrugën e sahabëve, edhe tabiinëve, gjeneratave që kanë ardhur pas tyre, gjatë gjithë kohës e kanë diskutuar që faktikisht dija duhet vazhdimisht më konën me veprën. Këto dyja duhet më konë bashkë, këto dyja duhet me ndajt bashkë, këto dyja duhet me qenë binjaku, këto dyja duhet me qenë vazhdimisht, të më konë fjalë të ndryshme, edhe nëse i karakterizojmë sahabët e pejgamberit që kena përmendur edhe më herët, me disa prej cilësive, një prej cilësive patjetër është kjo. Patjetër, domthon një prej kthesave të rëndësishme në jetën e tyre, në historinë e tyre është kjo. Domthon përputhshmëria tek ata mes veprës dhe dijes. Deri deri në maksimum, deri një me një. Domthon interesant pak a shumë, domthon interesant edhe me tregue. Pse deri çashtu sa që janë tut me lexu diçka pe ajeteve, pe haditheve, nëse si kanë shtinë veprat e tjera që ai kanë lexuar më herët. Po them, kjo është pak ndoshta edhe me kallëzu, është pak e çuditshme. Unë ka ndodhur dikush që ka lexuar 10 ajete, ka humbur që transmetojnë për shokët e pejgamberit si hadi, si udhëzim i përgjithshëm. Thotë na nuk i kena kaluar 10 ajete pa punuar me çdo 10 tjera. Me çdo 10 që ai aty nuk kena kaluar të tjerat pa punuar me çdo shakapi i punës. S'kena vënë të tjerat me shku të 10 tjera me mësu për meç. Pse se e kanë ditë që pika kryesore në fe është me punu me çfarë shka e din. Jo me studian. Këtë arsye është transmetuar shumë prej tyre, për disa prej tyre, që ka ardhur dikush me veten diçka me pyet, ka thonë na mundesh me punu me çfarë apo pyet? Ka thonë nuk e di, ka thonë atë pse po ngarkon vetë. S'po flasni për dispozitat e fesë duhet mësu patjetër, dispozitat që me ditë nëse gabon ose po jo, qëllimi është me mësu, me marr dije, me një hadithe për vepra ndryshme të mira sana që ti i keni, kurse në realitet nashi nuk mundesh me e praktiku. Po këtë arsye nëse ka shku dikush te ata dhe ka thonë, a mos më kallëzu hadithe për vlerën e Beitul Maqdis, shtëpisë, domthon Kudsit që është tash. Ai ka menuar që ky është i lip hadithe sa është u nis në udhtim me shku atje. Jo për diçka tjetër. Jo se veç po ka shef mi ditën ato. Jo, po ky ku ka të unis, të bëu gati, kështu që t'ia kallëzoj të hadithe se i vyn tani, ku shkojnë atje me ditën qyshme
qysh me trajtu domethënë ose qysh me uqas me atë vend. Kjo ka qenë, qysh tash, ka qenë udhëzim i përgjithshëm në jetën e shokëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Për këtë arsye, Abdullah Mesudi çka thot, njerëzit përgjithësi folin fjalë të mira, domethënë që nuk ka dallimi. Që nuk ka dallimi se ata i kanë po edhe munafikt që kanë kanë thënë fjalë më të mira se kanë ditë sahabët me fol. Domethënë që te sahabët nuk ka dallimi. Fjalë mund me thonë sa dush, me të mush, me të ngi, me të kënaq. Amo kit muhabeti është mas çtyn e fjalëve çka po ndodh. Pse? Se që aty tani bëhet dallimi. Edhe momenti që bëhet dallimi, që aty vrehet vlera edhe pozita. Nuk vlehet vlera një populli, një vendi, një personi, pa u bëhet dallimi mes njerëzve. Kur bëhet dallimi që dalin vlerat. E çish bëhet dallimi përmes veprës. Ndryshe s'ka mundësi të bëhet dallimi. Çdo e kanë kuptuar shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Është interesant, thot ai që i përputhet fjala e tij me veprën e tij, ai ka marrë hisën e duhur. Çat hisë që ju ka caktuar prej veprës të mirë, çatëherë e ka marrë. Nuk i përputhet se ka marrë. Nuk e ka marrë, ajo është bërë sipas disa fjalëve tjera, është bërë argument kundër tij. Pse? E ke ditë edhe se ke punu, kurse ti vetë ke ditë, vetë ke mësu. E kujna nuk i përputhet, fedhake alladhi yuwabbihu nafsahu. Nëse nuk i përputhet vepra me fjalën e tij, ky person është duke e akuzuar veten e tij. Thot një prej tabienve, nashti është interesant me cek, thot 20 vjet e ku mendu që fjalën e Abdullah Mesudit. Thot 20 vjet thot ko mas kohë e ku mendu thot fjalën e Abdullah Mesudit çeta. Pse? Shumë është interesant që kjo e fundit vllazni. Ai po e akuzon vetveten e tij. Pse po e akuzon vetveten e tij? Kush dhe me më kallëzu? Nëse dikujna nuk i përputhet vepra me fjalën e tij, ai po e akuzon vetveten e tij. Çish po akuzon vetveten e tij? Po? Po, amu qysh? Pse po akuzon vetveten? Nuk ashtu e punu. Për çka po akuzon vetveten? Se ky bot ai akuzon vetveten e tij. Faktikisht atë pe kallëzoi kështu. Ai shpif kundër vetes vet. Fol kundër vetes vet. Më do të dikush deshi me fund? Se e kam mësuar atë, se po ta pasit janë duhet me mësuar, se e kam ditë që s'unë e praktikojnë. Po amu ç'shpe akuzon vetveten? Ku është përgjigja? Ai në ditën e gjykimit ka më konë shahid për fjalën e vet. Argument dëshmitar po? Fjalës vet. Po. E çish pa akuzon vetveten? Qysh? E qysh si me praktiku? Muhamedi një rast që s'ka folë që është me liru robën, sa ka marrë një robë dhe ka liru atë ka folë për vlerën e lirimit robën. Po, unë mu më intereson me ditën pse kjo quhet akuz për vetveten. Se kjo fjalë nuk është e thjeshtë. Kjo dosh vllazni e ka kuptimin shumë të thellë. Pse e akuzon vetveten? Se pi bjen praktikisht më thonën, unë tash ka jam të e thonë, as vetë nuk i besoj. Unë vesh për thamë, se më kun që i besoj e punoj. Që kjo dallimi? Më kun që i besoj që ka po thamë, unë e punoj. Shka do më thonë, pe akuzoj vetveten, pe kritikoj vetëm pse se unë jam të rajt. Unë jam të fol kundër vetes tem, pse se unë po raj. Se në realitet më paskon unë tash ka po thamë punime, që unë i besoj, i pari kisha me bu. Se mas shumë dhe që ja du, harin ja du vetes tem. Momenti që unë po thamë diçka, edhe nuk jam të e praktiku vetë, aludon se unë në realitet nuk jam vetë të i besu fjalëve të mia. E që të unë po përngjasoj me munafikat, që kanë dalë, kanë folë fjalë të bukura shumë, të ndreshme të mira, ama ata vetë që kanë besu fjalëve të veta. Ata vetë i kanë kundër fjalëve të veta. Çto është dallimi domthon.
Po këtë arsye do të thotë sikur që pa akuzon vetveten e vet. Domthon na përmes fjalëve që i thonë bukur dhe na larg këtyre veprave, këtyre fjalëve, na pi thonë vetvetes tonë, hey, ma se si e beti që to, vëdën. Po, veç po du me thonë, se e di që s'jam, veç po du me thonë këtëne, se për vetja, jo marrë çfarti. S'kam lidhe me këtë temën. E mire, qka poshtë ke ullë vetëna, me folë diçka ku se ti vetë thu që sa shashtoa, praktikisht, kjo është kuptimi. Po këtë arsye ky tabini thotë 20 vjet e ku msill në kokë që të fjalë të Abdullah ibn Mesudit. Jo 20 vjet, 20 vjet thotë. Thotë për arsye se sa që e kujtosh atë si duket që kjo fjala e fundit e ka godit. Po këtë arsye Imam Shatibiu rahimahullah kur e përmend arsyen pse shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam e kanë trajtuar në çet formë veprën, domethënë përputhje me dijen, thotë rahimahullah thotë për arsye thotë se shokët e pejgamberit sa më përmend 3 arsye, 3 shkaqe, normalisht ka shumë shkaqe, po ky dietari përmend 3 shkaqe dhe unë pata çfarë mendoj me juve. Domthonë me kallëzuar arsyen pse shokët e pejgamberit sa më kanë trajtuar dijen në çet formë, raport me veprën. Thotë e para, thotë e kanë kuptuar shokët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam që dija fetare, normalisht ne na të fol për dije fetare, si na të fol për dijet e praktike të jetës së kësaj bote. Sa aty tek e fundi njëri mund të mësoj teori, e merr një diplomë, i vjen diplomë, e kështu me radhë. Na të fol për dijet fetare. Thotë për arsye se e kanë pa shokët e pejgamberit që nuk ka citate të Kuranit dhe të Sunetit që e lavdron dijen vetveten e vet. Pa punë, po veç dijen. Nëse i meni këshini ajetet, kudo që Allahu e ka lavdru dijen, ndoshta vllazni, edhe hadithet e pejgamberit keni me po që çdo herë me çat lavdrim që e ka bërë dijes është lidh diçka pe veprave. Sa është në veti. Nuk është në veti dija. Edhe ata kanë kuptuar, e kanë marrë fen komplet. E kanë marrë fen komplet. Çysh është pe Kur'anit, çysh është pe fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E dyta thotë ky dietar, thotë ata e kanë kuptuar mbas të ajeteve që arsyeja kryesore e kërkimit dijes është adhurimi. Edhe këtu meni ajetet, këshirni, Allahu në shumë ajete, jo me 10, me 100 ajete. Me 100 ajete Allahu kur e përmend dijen, edhe që e lavdron dijen, e lidh me adhurim. Në mënyrë të drejtë për drejtë. Domthonë adhurimi është diçka tash hala më shtesë, hala më e veçantë se sa veç mos më kon dija në vetvete pa pasur lidhje me diçka tjetër. Ja, këtu tash kemi të bëjmë me një çështje shumë të rëndësishme. Për këtë arsye, ata kur i kanë kshyrë ajetet dhe hadithet e pejgamberit edhe që është lidh vazhdimisht dija me adhurim, atëherë e kanë pasur që nuk ka mundësi fetarisht më kon dija me një kodër e adhurimi mos më kon hiç. Ose adhurimi më kon me një kodër tjetër. Si kanë po këto, s'është përputh kjo. Edhe e treta thot, ky dietar thot e kanë kuptuar që vepra është shpirti real i dijes. Jo e kundërta. Na menojmë të kundërtën. Na menojmë që për me qenë një vepër që shdohet, skeleti për me qenë që shdohet, këtë rast vepra, do të më kun dija që hin aty mena dhe fillon me lëviz. Ka një lidhje reciproke. Mi po në realitet, vepra është shpirti i dijes. Ata e kanë llogarit dijen skelet. Skelet, s'ka shpirt. Momentin që i vjen vepra, fillon më ngjall. Fillon me lëviz. Qështu e kanë llogaritën bazë të ajeteve dhe haditheve. Qështu e kanë po dijen ata që faktikisht i jep shpirt veprën, i jep shpirt dijes. Ke marrë disha ke mësu? Çysh jeta që ke mësu? Për shembull, çfarë shmoni ku mësuhet që vlera e namazit natës, nëse zgat namazin e kështu, ashtë që kjo e qështu, në rregull, këtë. Ashtë që kjo shpirt? A ka shpirt që kjo? Kjo është teori. Si të fillosh me praktiku, ke fillu me dhonë shpirt fjallës tonde. Ke fillu me dhonën jehon, ke fillu me dhonë ngjyrë, ke fillu me dhonë erë fjallës tonde. Ata qështu e kanë kuptu, shokët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Po ashtu, për shkak se ata e keni pa jo shpesh jo në rujtën shumë prej syfatësisë, që është pjesë e një fakit. Ata ju në tutën po ashtu shumë që mos po bim me një situatë që po i përngjasoj munafikave që me ditë shumë e me punu pak. Se një për standardeve të shokët e pejgamberit ka qenë krahasimi me të tjerët. Na ka njëherë krahasohemi veç me njerëz që janë sikur na,
ose na dokun që na jena më të mirë edhe çdo kusht tjetër është pak më ult, edhe thojmë mirë jam, po domthon filoni është më ult se unë, domthon çto na i krahasojmë shumë prej neve. Kurse është interesant që shokët e pejgamberit kanë herë kanë krahasuar vetëm me munafikat më të mëdhenj. Jo për me ngjall pesimizmin. Jo. Po ata nuk i kanë dhënë shans vetës mi hi vetën në qef. Si kanë dhënë çet shans. Këtë derë kanë pas mshalt. E për këtë arsye kur e kanë krahasuar vazhdimisht vetën, edhe i kanë po munafikat çfarë gjeste bojnë, kanë thonë ndalmore mos jam të hiq aty pari ka ata, jam të evrit vetë. Për këtë arsye prej haditheve të shumta që flasin për këtë temë, ndoshta më trishtuesi është hadithi i Ebu Hurerës radhiyallahu anhu, që tregon faktikisht për një kategori të njerëzve që ka pas dije, por ka punu jashtë qëllimit kryesor të dijes. Se na tregum, një prej qëllimeve kryesore të dijes është adhurimi i Allahut. Momentin që kjo zbehet, edhe nuk ta jep dija aty, nuk ta shton adhurimin, me njëherë akuzoje dijen. Edhe kjo është standard vllazni. Si mos ta shtojnë adhurimi dija jonë, si mos na shtojnë neve adhurimin ndaj Allahut, akuzoje dijen se nuk e ke dijen në rregull. Sa është në rregull, ose nuk është dija në rregull, jetu marr diçka keq, ose njëti jot ku është orë dija nuk është në rregull. Do të më përmirësu zemrën me ndreq. E kështu me radhë. Pra syse e kontra do të më qenë. Momentin që shtohet dija, shtohet adhurimi, shtohet lidhja jote me Allahun, shtohet frika ndaj prej Zotit, shtohet qasja e duhur me Allahun, domthon kjo shkon prosperitet bashkë me dijen. Kur ka një tabelë edhe ka vetë Buharinë ka thonë, a ki mundësi me ma tregu një hadith që e ke ngu edhe e ke mësu, e ke ngu mirë edhe e ke mësu për pejgamberin alayhis salam. E Buhariu thotë, vallahi thotë, kam të kallëzu një hadith që e kum dëgju mirë, edhe e kum mësu për mësh për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Kur fillon me kallëzu e Buhariu atin hadithin, i hub fryma, s'mon me kallëzu. I nalë zoni. Gati sa nuk i bjen të fikt. Pastaj qohet e merr veten apet. Ja nis edhe një herë, thot vallahi kam të kallëzu një hadith. Thot që e kum mësu pe pejgamberin sallallahu alajhi wasallam për menç, edhe e kum kuptu. Prap do me kallëzu, prap i hub kontrolla, domethënë kontrolla vetvetes. S'mund me kallëzu. Prap i thot, masi të kthehet gjendja normale, thot kam të kallëzu një hadith pe pejgamberin sallallahu alajhi wasallam që e kum mësu prej tij mirë, e kum mësu mirë kuptimin e tij, edhe e kum mësu për menç, edhe e di. Edhe prap i hub kontrolla, së ne mon veten derisa bjen te ky edhe pështetet. Së ngihet frym, thot transmetuesi thot s'më ke mungi frym. Disa transmetime thot gati sa nuk u alivanos. Pastaj e merr veten, çka ka thënë? Hadithin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam që ka thonë 3 grupe të njerëzve me ta do të dhezet zjarmi i xhenemit s'parjar. Edhe i përmend kategoritë më të larta të adhurimit. Më të larta. Personi që e ka mësuar Kur'anin dhe ka mësuar tjerëve. Personi që ka dhënë sadak, edhe personi që ka bëu luftë xhihad rrugt të Allahut. Edhe secili prej tyre nuk e ka bëu për hir të Allahut, por e ka bëu për me marr diçka prej pasunive dhe prej të mirave të kësaj bote. Derisa dini domthon, hudhen në zemrën e xhenemit, edhe janë të parë me të cilët dhezet zjarmi i xhenemit. E shokët e pejgamberit çto hadithe i kanë përjetuar ndryshe se kanë jetuar me një stat ndryshe. I kanë po gjëra ndryshe. Për këtë arsye pastaj fjalët e tyre që janë ndoshta thjeshta të vogla kanë shumë bereqet se kanë ardhur me një përjetim të madh shumë. Për këtë arsye ka një herë fjalët janë të vogla, sidomos të shokët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, por kanë bereqet shumë se kanë ardhur për ndjenjave të mëdha. Fjalët e vogla për ndjenjave të mëdha kanë shumë bereqet. Fjalët e mëdha pa ndjenja, skelet s'ka kuxha për tyne. Janë muhabet, mazdarke. Është interesant një ajet, sot e lexova, ndoshta lidhet pak me temën.
Allahu kur I përshkruan pejgambert edhe njerëz që kanë eci përmend me emra, pejgambert të ndryshëm Ismailin, Ishaqin, Israilin e kështu me radhë. Kur I përshkruan këta pejgamber, Allahu thot këta persona Allahu I ka udhëzuar dhe I ka përzgjedh. Hedejna wajtabejna. Cila është cilësia e tyre? Idha tutla alejhim ayatur rahmani kharru sujadan wa bukia. Kur të lexon aty në ajetet e Allahut, bin në sejdë edhe çojnë. Çka është cilësia e këtyre njerëzve që Allahu I ka udhëzuar edhe I ka përzgjedh? Thotë dietar, thotë shiqoj thotë sa bukur ka ardhur ky kuptimi I ajetit. Thotë momentin që përkujtohen me ajetet e Zotit, me shajat e Zotit, këta nuk kanë mundësi me fol, po bin direkt në sejdë. Dorëzohen. Pse? Se zemra atyre është e dorëzuar. S'kan vakt me fol, s'kan vakt me thonë, o Allah sa miri paske çu këto ajete, o Allah sa interesant. Jo, ato bin sejdë më një herë. Edhe ja nisin me kajt. Pse? Se s'ka vend më për fjalë. S'ka vend për fjalë më. Fjalët kanë kalu, s'ka tash kohë, nuk ka shkuar për fjalë që tash. Tash është koha për me kallëzu, me vepra. E ç'kjo ka qenë gjendja e shokëve pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Kan fol pak, po për shkak se I kanë thonë me gjithë zemrën ato fjalë, s'ka pas nevojë me thonë më shumë, ka qenë e mjaftueshme. Edhe Buhariu pe kallëzon një hadith 3 herë s'po mund me kallëzu për arsye se për shka? Pse sa hadithi shumë trishtuesa? Jo, marrë ju tut për veten e vet. Ajo tut për veten e vet, ka thonë inshallah se jam për çetun e po s'ka mujt me kallëzu. Se mos u pasu për veten e vet, me pas menuçi që ky dënim ka me rrok tjerë përveç meje, e kish kallëzu more? E kish kallëzu edhe letë e kish kallëzu bile. A më ndryshe I kanë përjetu ajetet edhe hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, andaj edhe ndryshe ka qenë vepra atyre. Normalisht ka edhe shkaqe tjera, ka edhe arsye tjera pse shokët e pejgamberit ju ndrujt shumë që fjalët atyre me qenë përputhmëri me veprat. Ka shumë edhe arsye tjera, po çdo shka I përmenda, besoj që janë të mjaftueshme inshallah. Domthon me kaç inshallah po e përmbylli edhe këtë këshill. Qysh e thash fillim, po përmendni edhe një herë, po tham, standardi I njohur të shokët e pejgamberit sa ka qenë trajtimi I kësaj teme në mënyrë të vazhdueshme. Edhe na duhet me trajtu këtë temë në mënyrë vazhdueshme, edhe vazhdimisht me qenë, si më thon, gajle, edhe interesim, edhe brengë jonja që ku I kena punë, sa I kena fjalë. Ku I kena punë, sa I kena fjalë, edhe nëse I kena që të brengë në mënyrë të vazhdueshme, me lejet Zotit Allahu ka më na përmirësuar gjendjen, edhe ka më na dhënë të mirën e fjalëve, edhe të mirën e veprave. Allahumma amin, Allahu e di mas miri, walhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala nabiyina Muhammad.